Një surprizë e bukur vjen nga Kiara e gjitha është kaq speciale për ju nga një banore e Big Brotherit tashme. Ajo është moderatorja e fan clubit, ku çdo të diel ora 21 do të komentohen situatat që do të ndodhin në shtepi janë pikërisht. Situatat që përveç komentit e mbështetjes së Kiarës do të kemi si gjithmonë opinionistin e mirënjohur Arjan Konomin, i cili si çdo fillim sezon është besnik i këtij programi dhe e nis me këmbë të mbare. Arjani vjen apostafat në Shqipëri për këtë super spektakli televiziv, sepse ai jeton jashtë trojeve shqiptare. Opinionistja tjetër është Francesca Murati dhe kjo një prej ish banoreve të Big Brotherit tashme bëhen bashkë për të rifilluar sezonin e ri të këtij super spektakli me të veçantën në Shqipëri ku ndiqet anë e mban e botës. Çdo gjë ka për të qenë më e bukur dhe më e veçantë me këtë super bashkim është tepër fantastik si kombinim. Çdo gjë do të jetë transparente dhe Kiarën tashme e konfirmuam që do ta kemi në ekranin me të madh shqiptar çdo të diele. Surprizat e Kiarës janë të mëdha ajo tashme, po na surprizon me super projekte. Këtë lajm na e ka bërë të ditur Kiara, por menjëherë e ka shprenare dhe Luizi Cifti bashkëpunon në mënyrë sinkrone me njëri tjetrin. Ata e suportojnë njëri tjetrin dhe kur ka raste ndërhyjne për njëri tjetrin t'i zgjidhin gjërat bashkë apo t'i marrin mendime njëri tjetrit. Një prej sugjerimeve që Luizi ja kishte bërë prej kohësh ishte moderimi i një emisioni të suksesshëm dhe ja ku erdhi dita ku Kiara tashme e realizoi çdo emision që ka moderuar ka qenë super i suksesshëm tashme. Ajo ka portokallinë dhe Big Brother du super spektakle kryesore. Ne i urojmë sukses e Kiarës në çdo aspekt. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.